Kryeministri Edi Rama ka uruar sot 34 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, duke theksuar kontributin e çdo antari dhe mbështetësi në rrugtimin drejt integrimit evropian. Në një mesazh të publikuar me simbolikën e flamurit socialist, Rama vlerësoi 856.177 zemrat që u bashkuan për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, duke e konsideruar këtë si një moment historik ku simboli i Partisë Socialiste është ngjitur më lart se asnjëherë. Ai përshëndeti antarët e partisë dhe shpreh urime për të gjithë qytetarët pavarësisht bindjeve politike. Mirëmëngjes, dhe me këtë simbol të flamurit të socialistëve e progresistëve shqiptar, që në këtë 34 vjetor të valvitjes së tij është ngjitur më lart se asnjëherë, fal 856.177 zemrave, të cilat u bën bashk për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Ju uroj gëzuar ditëlindjen e Partisë Socialiste të gjithë antarëve të familjes son të madhe politike, si edhe një ditë e mbar të gjithë të tjerëve pa përjashtim, shkruan shefi i qeverisë. Në drejtimin e Edi Ramës, prej vitit 2005, Partia Socialiste është futur në historinë e pluralizmit politik si e vetmja forcë politike fituese e 4 mandateve rjesht për të qeverisur Shqipërinë.